Besoj zërit, filmi i shkurtër me regji të nxënëses pogradecare Klea Akmani, u shfaq në kineman e qytetit. Ishin të pranishëm nxënës të gjimnazit Gjergj Pekmezi, mësues dhe prindër të cilët shijuan lojën e aktorëve bashkëmoshatar, të cilën e duar trokitën në fund filmit. Filmi ka në qendër probleme, të cilat asen më së shumti nga vajzat adoleshente, duke filluar që nga bullizimi në shkollë, problemet në shoqëri dhe familje. Prodhimi i filmit është mbështetur nga Gjimnazi Gjergj Pekmezi, Shoqeta Ungruaja dhe Bashkia e Qytetit. Regjisorja dhe aktoria kryesore e filmit shprehen për sot 7. Nuk ka qenë as pak e vështirë, sepse në momentin e parë që unë dash idenë për realizimin e këtij filmi, të gjithë mu gjenden pranë, të gjithë ishin mbështetës, duke nisur që nga Gjimnazi Gjergj Pekmezi, shkolla ku unë bëj pjesë, dhe deri tek Shoqata Ungruaja dhe të gjithë që na mbështetën. Unë kam erdhur në fillim me një dokumentar këtu në Qendrën Kulturore, ku kam qenë në shkollën Muharrem dhe Esat Minarolli, dhe më pas dokumentarit mendova që t'i mbetej Gjimnazi Gjergj Pekmezi një projekt tjetër akoma dhe më i madh, siç ishte ky film Besoj zërit. Ishte një eksperiencë fantastike, askush nuk e mendonte që do shkonte në këtë përmasa. Jemi shumë mirënjohës për çdo kënd që vlerësoi, besoi tek nesit të rinj, tek vullneti jon, tek dëshira dhe pasioni për të arritur diçka të realizuar. Ne sot jemi pafund krenar për punën tonë të palodhur dhe duam t'ju themi të gjithë bashkë që besojini zërit, sepse zëri juaj është fuqia më e madhe që keni dhe me të do arrini gjithçka në këtë jetë.